mund të jenë Për t'i bindur biznesmenët e mëdhenj se të gjitha mburojat nga ndëshkimi i ligjit kanë rënë, kryeministri Edi Rama solli si shembull viktimat e para. Janë deri tani që flasim 84 biznese të mëdha, më të mëdha në Shqipëri, që kanë hyrë në një proces skanimi të imët dhe kanë çelur kështu një fazë të re në raportin e shtetit dhe administratës tatimore me biznesin e madh. Dhe vetëm për shtatorin rezultojnë 16 biznese me qarkullim $150 milion, të cilëve u janë evidentuar detyrime të pashlyera ndaj shtetit në masën $34 milion. Tani radha e ndëshkimit është për të pasurit që i shmangen taksave. Ligji i ri parashikon gjoba të mëdha, kujtoi kreu i qeverisë, që nuk preferoi të flasë për burg, por për heqje lirie. Konstatimi i punojësve të padeklaruar, pra i skleverëve që mbahen në zezë, sjell një ndëshkim ende më të rëndë, ashtu si kundër, edhe fsheja e fakteve në teren nga ana e inspektorëve tatimeve sjell ndëshkimin me heqje lirie për ta. Futja e këtij ligji është një këmban alarmi për të gjithë ata që ende nuk janë rregull me ligj. Në mendje kryeministrit i ka mbetur deklarata e dhomës amerikane të tregtisë, që kërkoi një klimë më të mirë për biznesin, duke u referuar aksionit anti-informalitet. Më vjen keq që nuk e shoh këtu përfaqësuesin e dhomës amerikane të tregtisë, sepse do kisha parapëlqyer që ta shikoja në sy dhe t'i thosha që përpara se sa të bëj deklarata mbas deklaratash, duke ju kundërvënë këtij operacioni dhe duke folur për masat e rrepta të qeverisë si masa penguese, t'ju tregoj shqiptarëve se çfarë i ndodh në Shtetet e Bashkuara dikujt që kapet me evazion apo që kapet duke shitur pa lëshuar faturën tatimore. Që nis me paketën fiskale e cila do prezantohet